Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Sonte pranë jush do të sjellim një rrëfim tepër të ndjerë. Një rrëfim nga një vajzë e cila nuk ka patur fatin kur që të takon nënën e saj, që ta përjeton dashurinë e nënës së saj. Por ajo ka patur fatin që në jetimoren ku ka jetuar të rritet me shumë dashuri dhe me shumë përkujdesje nga edukatorja e saj. Në momentin kur vajza në fjalë ka mbush 18 vjeç dhe është dashur që të largohet nga shtëpia e jetimëve, edukatorja i ka bërë të gjitha dokumentat dhe ka marrë në shtëpinë e saj. Ajo është rritur në atë shtëpi, ka kaluar momentet më të bukura të rinis dhe edukatorja sot në këto ditë ku jemi, edhe 2 javë në fakt, po e nxjerr nusen. Ajo po merr një rrugtim. Dhe të gjithin këtë rrëfim, të gjithën këtë histori, vajza e dashur dëshiron që ta ndan me ne. Ajo është në linjën telefonike, në të cilën më pres që të kyçet. Përshëndetje dashur, faleminderit shumë që vendose të ndash këtë rrëfim kaq të ndjerë dhe emocional me ndjekësit e mi. Përshëndetje Tiranë, Të shumë lutem, me faleminderit. meriton. Mund të ndëgjojmë historinë? Historia ime shumë e bukur. Në fakt ka nisur me një fillim të trisht. Unë asnjëherë nuk e kam patur fatin që t'i njoh prindërit e mi. Kur unë kam qenë vetëm 6 muajsh në një aksident automobilistik, prindërit e mi kanë ndruar jetë. Edhe unë kam vetur e vetme. Në ato vite, familja ime, daja im, sepse babi ka qenë një djali vetëm, ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe nuk ka patur mundësi që të më merr andej, nga që dokumentacioni ka qenë i tillë dhe më ka lënë mua në jetimore, daja. Por ka paguajtur çdo muaj për mua, shkujdesur për mua, edhe pse s'ka qenë. Në jetimore, edukatorët janë nënat tona, beson. Dhe aty kam një edukatore që krijoi një ndjesi shpirtërore të kun që vetëm unë e di. Fillova të lidhem të afrohem tek ajo. Dhe e ndjeja si kur da kisha nënën time. E ndjeja si gjën time më të çmuar, dhe edukatore. ti fillove që ta ndjesh si nën edukatore, domethënë që në momentin kur ajo filloi të kujdesej për ty. Po, ajo kujdeseshte në atë formën si kur të ishte njëjtë nëna ime. Çdo ditë më binte gjëra nga shtëpia, ushqime, domethënë 3 vakët ushqim që unë haja, ajo i kujdeseshte për mua. Dhe isha shumë e lumtur që po e shijoja këtë momentin. Ajo për mua është kujdesur që në vitin e parë, kur unë kam ikur aty. Jo se i ka dhënë daja ndonjë lek, po vetë ka qenë dëshira e saj. Edhe pasi që u rrita unë, dhe në një moshë të caktuar duhet të largohesh nga jetimorja, ajo më mori ke shtëpia vet, u kujdes për mua, i bëri dhe dokumentat, edhe më bëri që të ndjesha njeriu më e lumtur në botë, edhe më e gëzuar në botë, domethënë u bë një gjë e çmuar për mua. Dhe unë arrita që të krijoj familjen time. Vazhdova shkollën e mesme, jetoja te edukatorja është e pamartuar, akoma. Por kemi jetuar të dyja bashkë, domethënë më konsideronte. Më fal, e kishe besuar ndonjëherë që një edukatore do të kishte kaq shpirtin e madh, që do të merrte, do të kujdeseshte, do të rriste si vajzën e saj? Ne që jemi pjesë të jetimores, e dim që ka edukatore që ka shpirtin e madh. Edhe historia ka treguar aty brenda se çuditërisht nuk dalin këto gjëra, nuk ka njerëz që i flasin. Ka edukatore që kanë bërë edhe vepra më të mëdha, më beso. Dhe
Unë e ndjeha që kjo do t'ishte mami. Unë gjithmonë e thrisja mami. Asnjëherë nuk i kam thënë mësuese apo një diçka të tillë. Edhe unë njoha me një djalë. Ai djali ka qenë dhe vazhdon të jetë, kuptohet, një vit më i madh se unë. Është i mrekullueshëm. Kemi filluar një lidhje dashurie fantastike. Kemi qenë shumë të afër gjithmonë. Dhe këtë vit do martohemi. Do bëjmë dasmën e madhe. Këto janë pikërisht, më fale dashur, këto janë pikërisht njerëzit të cilët ne i duam. Më thuaj cili është mesazhi që ti dëshiron t'ja japësh tashmë kësaj nëne? Se këtë histori po t'regoja. Do me thënë, unë do martohem këtë vit. Dhe dua këtë nënën time ta falenderoj pafund. Dua t'i them që falemnderit shumë që u mundove që unë të isha vajza më e lumtur në botë. Faleminderit që më dhe mundësit që Unë nuk t'i jep njeri. sinqerisht të uroj që ti të jesh e lumtur dhe të falenderoj shumë që ndave këtë histori kaq motivuese me mua. Faleminderit për te dhe i them Të që e dua. përshëndes të dashur. E pra të dashur shikues, ishte kjo historia që kjo vajzë e dashur ndau. Unë me thënë të drejtën, në fund të kësaj historie dua t'i them t'i fjalë. Ndonjëherë ne jemi njerëz paragjykues, sepse të tillë na ka dhënë Zoti, na ka krijuar në këtë univers. I paragjykojmë gjërat nga jashtë, i vëmë të gjithë në të njëjtin stat. Ju vëmë të gjithëve një epitet, por ka njerëz që Zoti ju ka dhënë një shpirt aq madhor, saqë me veprat e tyre na mahnisin me gjërat që po bëjmë. Jam i lumtur që nga kjo gocë e nderuar unë dëgjoj që një edukatore di të bëj kaq vepra madhore, di të bëj kaq vepra fantastike, do me thënë di t'i jap energji një vajzë të mrekullueshme, siç është kjo vajza e cila është rritur në jetimore. Kështu që le t'i duartërkasim edukatorët, sepse më besoni, në gjithë këto histori që kemi dëgjuar për edukatore që kanë keq përdor pozicionin e tyre të punës, që kanë keq përdor ndjesitë shpirtërore, do me thënë që janë sill keq edhe me fëmijët, ka dhe njerëz në këtë univers që din të bëjnë vepra të bukura, që din të japin dashuri, që din të japin paqe, që din të japin pozitivitet, do me thënë si rasti në fjalë që me dashuri, me energji të bukur, sot kjo edukatore po e nxjerr këtë vajzën nuse. Unë të falenderoj sinqerisht e dashur edukatore dhe uroj që Zoti të ta shpërblej mirësinë që ke bërë në të gjitha format që vetëm ai di, sepse si njerëzit me ju, bota bëhet edhe më e bukur. Ma beso këtë gjë që po ta them.